Këtë e nisi Ali Ahmeti në Sedoni. Këtë e filloi ai. Këto ma e gjetën gatshme dhe këto ma e çun derin për masa monstruoze, derin për masa që nuk mund të askush ta merr me mend se mund të ndodhin, që ty të zam del atje kryeministri i Maqedonisë edhe thot mi bjeni këto 3-4 limanat e këtë e atë, edhe unë baj qeveri, që këta janë përfaqësues shqiptarëve. Nuk mundet përfaqësues të shqiptarëve ti përcaktoj pala Maqedonës. Ali Ahmeti ka deklaruar që Taravari u largua nga qeveria për shkak se kuptoi që shqiptarët në qeveri janë argat të BMR-s. Ashtu siç ishte ai një kohë. Domethënë. Pra Ali Ahmeti ka thënë një të vërtetë edhe për ta dhe për vetveten. Për vetveten nuk e ka thënë, kur ja thonim ne, thoshte që ne jemi shqiptar të këqij, që Maqedonia është shtet i mirë, shumë i mirë është, po ne jemi shqiptar të këqij. Edhe Maqedonin, kam thënë e do e them, siç e mbron sot Maqedonin nga shqiptarët, vleni, dikur e mbronte BDI-ja. Se atje edhe për atë i paguajnë. Këta janë të paguar vëlla që ta mbrojnë Maqedonin nga shqiptarët, nga revolta shqiptare. Që ne shqiptarët, sa herë që kritikojmë ne shqiptarët, dalin këto na shajnë. Nuk del asnjë Maqedon thore që Ki Mehmeti nuk ka det. Këto gjithë dalë thonë ai shërbëtori i BDI-s, ai spioni sërbëj. Do të thënë shqiptari. Nuk ka dalë asnjë Maqedon mund të më thotë se pse kritikon kaq shumë. Këta u lodhën. Njëjtë ishte me BDI-n deri dje. Sa e thoje një fjalë të keqe për Maqedoninë, ata thoshin ky është shteti ku jetojnë shqiptarët e lumtur. Kur dalin në opozitë këto e shohin se në çfarë shteti jetojnë. Ku është sot Maqedonia në rrugën drejt integrimeve europiane? Ishte Kaja Kallas para disa javësh dhe u fol aty shumë për integrimeve. Rëndom flitet në këto takimet kur vjen përfaqësues evropian. Ka një sfidë të madhe që është ajo kërkesa bullgare që është bllokuese për t'i bërë një komunitet bullgar kategori kushtetuese. A ka shans që të hapet ose të ketë ka agjendë për ndryshimet kushtetuese në këtë koalicion tani qeverisës që mund t'i bashkohen edhe partitë opozitare me orientim europerëndimor? Nëse më lejoni pak do t'ju rrofej tash pak më gjerë, që ta kuptoj pse është puna. Në vitin 2001, në vërtet gjatë qeverisjes së VMRO dhe PD-s ndodhi një afrim shumë i mirë mes Bullgarisë dhe Maqedonisë.